Situata e ditëve të fundit, duhet ta themi në krye të herës, nisi nga një situatë atmosferike e cila ishte anormale, kështu neve llogarisim që patëm në një periudhë 3-4 ditore, 1/4 e rreshjeve vjetore mesatare të zonës perëndimore të Shqipërisë. Sigurisht që kjo situatë anormale atmosferike përkthehet edhe me problematika të shtuara për sa i përket sistemit të ujitje kullimit në këtë rast, jo domosdoshmërisht për sa i përket të themi aftësisë si ka ky sistem për të përgjigjur problematikave të tilla, por aftësisë teknike, duke qenë se gjendeshim në një situatë rreshësh disa ditore të vazhdueshme, të cilat nuk jepnin kohë që sistemi në mënyrë automatike të evakuonte sasitë e nevojshme të ujit. Sigurisht kjo nuk do të thotë që sistemi nuk ka funksionuar, përkundrazi ka funksionuar mirë dhe ka evakuuar sasi të konsiderueshme të ujit duke kryer funksionet e tij, por kjo ngarkesë mbi normale ka prodhuar disa anomali. Që janë? Që janë, neve llogarisim sot një në elementët paraprak diku tek 13.000-15.000 hektar tokë të cilët kanë pasur prezencë uji, të cilat kemi patur gjithashtu edhe disa problematika, por sporadike dhe pa të themi një impakt të rëndësishëm edhe në blegtori, por të cilat janë duke u ndjekur nga afër nga të gjithë grupi i ekspertëve që ka Ministria e Bujqësisë për sa i përket sistemit të ujitje kullimit. Neve llogarisim që kemi rreth 250 punonjës të cilët sot i kemi në territor, në të gjithë vendin, për të ndjekur në mënyrë të drejtë për drejtë problematika dhe për të zgjidhur në kohë reale ato, siç kemi edhe rreth 200, më shumë se sa 200 veterinerë, të cilët janë pranë fermerëve çdo ditë për të përgjigjur edhe nevojave që ka blegtoria dhe trajtimi i blegtorisë në këtë situatë të themi e cila paraqet sfida të rëndësishme.